në këtë kontekst është parë paka shumë edhe nervozitet në raport me vizitat e kabinetit Trump në Izrael, paktën gjatë kohës kur zëvendësi presidenti J.D. Vance pati një takim me Benjamin Netanyahu, paktën disa gjesta apo disa artikulime diplomatike u panë që treguan një farë tensioni dhe vetë heshtja dhe vetë serioziteti i J.D. Vance në raport me shikimet që ja jepte drejt kabinetit Netanyahu ishin vërtet me një kuptim të thellë diplomatik, sepse vërtet për Amerikanët Netanyahu është bërë një barë e cila rrezikon shumë në imazhin edhe të vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me atë çka bota njeh Amerikën, ato demokracinë, atë vendin i cili nuk merret me dy standardizime, por në këtë rast realisht Gaza varrosi edhe mitet mbi demokracinë, mitet mbi humanizmin, mitet mbi drejtën ndërkombëtare, mitet mbi përkujdesin ndaj civilëve. Për të mbetur të kriza humanitare në Gaza, Marlind, po lakohet gjithmonë më shumë ideja e ndarjes së Gazës në dy pjesë, një të drejtuar nga Hamasi dhe një të drejtuar nga Izraeli. Ka pasur deklarata të shumta që e kanë konfirmuar një hipotezë të tillë dhe investimet e rindërtimit do të bëjë pikërisht në zonën e kontrolluar nga Izraeli. Sa e rrezikshme do të ishte kjo? Dhe ku do të çonte një? Faktikisht neve gjatë pothuajse 2 vitesh e kemi shprehur shpesh tendencën izraelite për ekspansion. Pra liderët izraelit, qoftë Netanyahu, qoftë Ben Gvir, qoftë Smotrich dhe shumë anëtar të tjerë, qoftë Partisë Likud, por edhe qoftë të Partisë Ben Gvirit, një parti ultra fetare, ultra religjioze, kanë vuajnë nga një mit i madh për krimin e Izraelit të madh, nga brigjet e lumit Nil në brigjet e lumit Eufrat. Por duke parë raportet në terren, ato e patën të pamundur ta sundojnë Gazën plotësisht, sepse nuk ja dolën dot që të çarmatosin me anë të forcës Hamasin, por ishte tavolina që bëri të mundur këtë paqe edhe pse fluide. Në këtë kontekst nuk besoj se forcat izraelite do mundën ta kolonializojnë një pjesë të Gazës, duke qenë se edhe koha apo edhe konceptet diplomatike po hecin në disfavor tyre. Pra kemi Francën, që njoh shtetin palestinez, kemi Spanjën, kemi Britaninë e Madhe, kemi Belgjikën, kemi Hollandën, dhe janë një konglomerat i madh popullsh, jo nga lindja mesme, që nuk kanë kurfar ngjashmëri kulturore dhe religjioze me palestinezët, por janë kombe europiane. Dhe në këtë aspekt duket se edhe perëndimi tashmë ndihet përsëri fragmentarizuar në vetveten raport me qëndrimin që mund të bëhet me një kryeministër i akuzuar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale e Hagës për krime kundër njerëzimit. Dhe në këtë aspekt sigurisht që europianët e kanë parë mirë se çfarë ndodhi me mbështetësit e Hitlerit në gjyqjet e Nurembergut. Pra, edhe në këtë kontekst mund të kemi një krahasim midis asaj çfarë ka kryer Benjamin Netanyahu në Gaza me atë masakër, me atë gjenocid, patjetër që mund të bëhet krahasim. Kemi parë pamjet live se si goditeshin fëmijët, janë rreth 20.000 fëmijë të vrarë në Gaza. Janë rreth 30.000 gra të vrarë në Gaza dhe gjithmonë vjen keq se gjithmonë ka ekzistuar një dy standardizim. Pra, nuk mund vlej jeta e një gruaje europiane më shumë se jeta e një gruaje në lindjet mesme. Të paktën duhet të kemi një barazit, paktën për konceptin e jetës në këtë aspekt. Dhe më duket që Europa, si thua, ka bërë një hap mbrapa. U pa edhe me njojën e shtetit palestinez që kërkon të lajt duart me këtë masakër të madhe, me këtë gjenocid të madhe që ka kryer ky njeri, i cili nesër mund të jetë edhe prapa hekurave në një vende ku ka qenë Radovan Karadzic, Ratko Mladic, Slobodan Milošević. Dhe dua të them që gjendja në Gaza nuk është as pak normale. Problem tjetër, Marlind, ndjes që po të ndërpres, mbetet edhe shfaqja, dalja në skenë e aktorëve të tjerë, siç janë grupet armatosura që pretendojnë që janë rival të Hamasit dhe që po thuhet që mbështeten nga Izraeli. Nëse do ta imagjinonim Gazën si një teatr të madh ku shfaqen kaq shumë antagonistë të ndryshëm, atëherë si do të gjendet rruga drejt, sa e komplikon kjo rrugën drejt paqes? Kjo nuk